Christian Aslani po bëhet gati të jap lamtumirën e Interit për të zbarkuar në një tjetër skuadër të Serie A. Mesfushori i kuqezinjve tashmë raportohet se është shumë pranë firmës me Cagliarin, që ka edhe mundësitë ekonomike për të bërë të tijin futbollistin e kombëtares shqiptare. Cagliari sapo ka gjetur akordin me Atalantën për transferimin e Gianluca Gaetanos për 15 milion euro. Me këto para, do të hidhet në sulm por 2 lojtarë në mesfush dhe Aslani është një prej tyre. Mendohet të arrihet një akord për transferimin përfundimtar për një shifër poshtë 10 milion eurove, ndërsa emri tjetër është Mikael Auebischer i Pizës, i cili kushton rreth 6 milion euro. Kësaj, Aslani mund të bëhet gati për etapën e tij të 4 në Serie A, pas atyre me Empolin, Interin dhe Torinon. Këtë radhë, transferimi përfundimtar do ta ndihmojë që të gjejë vazhdimësinë që i ka munguar në sezonet e fundit. Luis Hasa është një nga futbollistët shqiptar që po qarkullon më tepër në Itali gjatë kësaj merkato. Pas huazimit të suksesshëm te Canarese, i është kthyer në Napolit, që zotëron kartonin. Tutto Mercato raportoi sot një pistë të re për Hasan. Bëhet fjalë për Sampdorian, që e ka një nga 2 objektivat e saj për mesfushën. Emri i Hasës ndërkohë është përmendur edhe tek Avellino, Pisa dhe Hellas Verona. Kujtojmë se mesfushori 22 vjeçar ishte një risi për kombëtaren e Shqipërisë në këtë muaj. Hasa vendosi të hiqte përfundimisht dorën nga Italia për të veshur fanellën kuqezi, dhe me trajnerin Maran në krye, po ashtu debutoi. Chelsea po planifikon të bëjë një ofertë për Granit Xhakën, pasi Xabi Alonso i ka kërkuar pronarëve të klubit që të finalizojnë një marrëveshje për mesfushorin e Sunderlandit. Alonso, i cili do të bëhet zyrtarisht trajneri i ri i Chelseas më Nico Rick, ka punuar më herët me Xhakën te Bayer Leverkuseni. Dyshja ka fituar Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë në sezonin 2023-24 dhe gjithashtu ka arritur në finalen e Europa League në të njëjtin edicion. Xhaka u transferua te Sunderland nga Bayer Leverkuseni në verën e vitit 2025 për një shumë totale prej 20 milion eurosh. Ish ylli i Arsenalit ishte një nga lojtarët më të mirë në Ligën Premier sezonin e kaluar dhe një figurë kyçe për Sunderlandin. 33 vjeçari, i cili aktualisht po luan me Zvicrën në Kupën e Botës 2026, regjistroi 32 ndeshje si titullar dhe 2 paraqitje si zëvendësues në Ligën Premier sezonin e fundit. Ai shënoi 1 gol dhe pati 6 asistime, ndërsa Sunderland përfundoi në vendin e 7 duke siguruar pjesëmarrjen në Ligën e Europës. Mesfushori ka kontratë me Sunderlandin deri në vitin 2028, por Chelsea po planifikon të largojë nga Stadium of Light gjatë kësaj merkatoje. Spartaku i Moskës është interesuar për shërbimet e Miralin Dakut. MetaRatings.ru tregoi disa ditë më parë për këtë prapasken që lidhet me sulmuesin e kombëtares. Sa i përket mundësisë së një transferimi, ka folur pikërisht Dmitri Selyuk. Menaxheri i lojtarëve në Rusi mendon se Rubin Kazan nuk do të dëmtojë nga ky largim, dhe po ashtu do ndihmonte Dakun. Largimi i Dakut nuk do ta dëmtonte Rubinin. Për klubin nga Kazani do të ishte një gjë shumë e mirë nëse Spartaku do ta blinte lojtarin, sepse me ato para do të mund të përforcohej me futbollistë të tjerë. Edhe për Dakun kjo do të ishte pozitive, ndërsa për Spartakun nuk e di. Gjithçka varet nga mënyra se si do ta përdorin. Daku është i fortë në lojën me kokë, është i rrezikshëm brenda zonës dhe përveç kësaj ka shpejtësinë për të shkëputur në hapësira. Ai është një futbollist shumë dimensional. Kampionati është i gjatë dhe ka shumë ndeshje, ndaj skuadrat duhet të bëjnë rotacion të lojtarëve. Në përballjet me kundërshtar të vështirë, që nuk luajnë vetë dhe nuk i lën të luajnë as të tjerët, duhen futbollistë të profilit të Dakut. Prandaj ai mund t'i hyjë në punë Spartakut, u shpreh Selyuk. Marrëveshja është mbyllur me Luzernën, ndërsa Adrian Bajrami ka ndryshuar mendje dhe do të kthehet sërish në Portugali. Braga do përfitojë shërbimet e mbrojtësit shqiptar. Testet mjekësore dhe prezantimi janë hapat e radhës. Bajrami kishte edhe 2 vite të mbetura kontratë, ndërsa Luzerni i Zvicrës paguante 900.000 euro në janar për të blerë kartonin. 24 vjeçari rikthehet në Portugali, ku luante me Benficën. Vetëm 6 paraqitje regjistronte, ndërsa shënonte edhe 1 gol. Zvicra ndërkohë nuk e preferoi për botërorin, ndërsa u bë temë pasi la Shqipërinë. Te Braga nis një kapitull i ri, ndërsa klubi portugez do luaj edhe në kualifikueset e Ligës së Konferencës.
Ardian Ismaili po del gjithnjë më shumë si një nga figurat më të rëndësishme të Torinos në këtë fazë të re të projektit sportiv. Mbrojtësi kombëtarët shqiptare i ardhur nga Empoli në Verë në vitin 2025 së bashku me Tino Anjorin ka arritur të fitojë besimin e stafit teknik dhe të shndrohet një pikë referimi në Propavi, pavarësisht një sezoni të shoqëruar me probleme fizike. Edhe pse dëmtimet e kanë dalur disa herë gjatë sezonit, Ismaili ka treguar stabilitet sa herë ka qenë në dispozicion. Performancat e tij kanë qenë të konsoliduara dhe me ndikim të drejtë për drejtë në skuadër, duke i dhënë Torino siguri në një repartë që shpesh ka pasur lohatje. Kontributi i tij është vlerësuar duke bërë që Ismaili të shihet si një nga lojtarët mbi të cilët mund të ndërtohet projekti i ri teknik. Sipas zhvillimeve në klub, Ismaili pritet të ketë një rol qendror në sezonin e ardhshëm duke u konsideruar si një nga liderët e mbrojtjes granata. Stafi teknik e sheh si një element të besueshëm mbi të cilin mund të ndërtohet një repartë që pritet të ketë ndryshime të rëndësishme. Megjithatë, sfida kryesore për Ismailin mbetet gjendja fizike. Problemet muskulore dhe ndërprerjet gjatë sezonit kanë ndikuar në vazhdimsi, duke e detyruar të humbasë disa ndeshje. Për të arsye, menaxhimi i ngarkesës dhe rikuperimi plot fizik do të jenë vendimtare për të ardhmen e tij. Në ambientin e Torinos, Ismaili konsiderohet tashmë një nga shtyllat e ekipit, ndërsa sezoni i ardhshëm pritet të jetë vendimtar për ta konsoliduar përfundimisht si lider të padiskutueshëm të mbrojtjes. Nëse arrin të ruajë vazhdimsitë e formë optimale, mbrojtësi shqiptar mund të bëhet një nga pikat më të forta të skuadrës Granata dhe pse jo për të tentuar një transferim më të madh. Feta Fetaj është rikthyer te Lokomotiva e Zagrebit. Eksperiencat e Sharia në Emiratet e Bashkuara Arabe rezultoi dështimi më i madh. 21 vjeçari i kombëtares U21 u largua me kujtimin e 14 paraqitjeve. Në total, luajti rreth 700 minuta. Guess who's back, shkruan klubi kroat në rrjetet sociale. Mesfushori ka kontratë që e lidh edhe për 1 vit me Lokomotivën. Për shkak të ngjashmërisë fizike, Feta Fetaj është cilësuar edhe si Modric shqiptar më parë. Interesante është nëse nuk do të largohet nga klubi kroat. Pablo Zabaleta ishte ndihmësi i trajnerit Silvinho gjatë periudhës së tij te kombëtarja shqiptare. Së fundmi po punon me projektin e grupit të studimit teknik në FIFA gjatë botërorit. Arsene Wenger është udhëheqësi. I pajisur si trajner me licencën UEFA Pro, Zabaleta e ka shprehur dëshirën që të jetë për herë të parë në krye të një ekipi. Prandaj po fliste për San Lorenzon, pikërisht aty ku nisi çdo gjë. Më dhemb momenti që po kalon San Lorenzo. Unë erdha në klub kur isha 12 vjeç. Kalova nëpër të gjitha kategoritë e moshave derisa arrita në ekipin e parë dhe jetoja në hotelin e klubit. E njoh shumë mirë klubin nga brenda. Tani janë zhvilluar zgjedhje dhe është zgjedhur një drejtim për një mandat prej 1 viti e gjysmë. Duhet të menaxhohet mirë që klubi të mund të ecë përpara. San Lorenzo është një klub i rëndësishëm, një nga klubet e mëdha, dhe duhet të jetë në një gjendje shumë më të mirë se ajo në të cilën ndodhet sot. E kam përfunduar kursin e trajnerit, dhe të jem trajner është ajo që më pëlqen. Vin nga një përvojë si ndihmës trajner. Ndoshta në një moment do të më jepet mundësia të drejtoj vetëm një ekip diku. Nuk do të përjashtoja kur asgjë, aq më pak San Lorenzon, që është klubi ku e nisa karrierën dhe ku kalova shumë vite, u shpreh Zabaleta. Eksperienca e vetme e tij pas asaj si futbollist është pikërisht e Shqipëria. Craig Bellamy nuk do të jetë trajneri i Burnleyt. Dje u tha se klubi i Premier League të paguante 700.000 euro për shërbimet e trajnerit të Walesit, ndërsa ishte pranë firmës. Sot tregohet se kjo pistë përfundimisht ka rënë. Bellamy nuk është gati për rikthimin në Angli. Sky Sports shton se Steve Cooper dhe Rob Edwards mbeten alternativa. Kur nuk e konsiderova që ta pranoja. Burnley është një klub i mrekullueshëm, por të ulesh në stolin e ekipit tënd kombëtar është nderi më i madh dhe kam punë të pambaruara, raportohet të jetë shprehur trajneri i Walesit. Armando Broja me shok, prej kohësh po presim për trajnerin e ri. Edicioni i ardhshëm në Championship nuk do të jetë as pak i lehtë. Armando Dobra ka bërë hapin e radhës të karrierës së tij, duke firmosur me klubin londinez të Leyton Orient. Ka qenë vetë klubi londinez ai i cili ka publikuar lajmin e transferimit të Dobrës, të cilin e ka blerë nga Chesterfield i kategorisë së 4, në të cilin ish futbollisti i shpresave ka shkëlqyer në vitet e fundit. Sipas vetë klubit, Dobra kishte nënshkruar një marrëveshje 3 vjeçare.
Jam shumë i lumtur që nënshkruaj për klubin. Trajneri luajti një rol të madh për mbërritjen time këtu, për shkak të mënyrës se si luan dhe që më përshtatet. Ndaj mezi pres të filloj. Jam gati për një hap përpara dhe ky është vendi perfekt për ta bërë këtë. Të punosh shumë është detyrim dhe unë jam një nga ata lojtarë që jep gjithçka për Steman. Jam gati të filloj punën, tha mesfushori ofensiv pas prezantimit. Gabriel Kulla është kthyer në vitet e fundit në një nga emrat më të spikatur në kampionatin Primavera në Itali, duke veshur fanellën e Sassuolos. Në sezonin e fundit, ai u shpall edhe sulmuesi më i mirë i kampionatit të rinjve në Itali. Kjo ka bërë që klubi i Sassuolos të vendosë të blindojë menjëherë talentin shqiptar, i cili aktualisht përfaqëson ngjyrat kuqezi me Shqipërinë U19. Palët kanë hedhur firmën mbi një kontratë që e lidh me skuadrën e Series A deri në vitin 2030. US Sassuolo është i lumtur të komunikojë zgjatjen e kontratës së Gabriel Kullës deri më 30 qershor 2016. Qendërsulmuesi i ditëlindjes 2008 ka kaluar 3 sezone me fanellën e këtij ekipi, me të fundit në radhët e skuadrës Primavera. Në kampionatin për U20, futbollisti 18 vjeçar ka rënë në sy me 16 gola dhe 8 asiste, duke merituar Primavera Best Awards 2026 si sulmuesi më i mirë, shkruhej në njoftimin e Sassuolos për sulmuesin. Klubi i Veronës ka bërë lëvizjen e parë të merkatos së verës, duke afruar një mesfushor shqiptar. Leorat Bega i është bashkuar klubit të Saporon në Serin B, duke nënshkruar një kontratë 3 vjeçare. Mesfushori 22 vjeçar ka qenë pjesë e Stade Nyon në sezonet e fundit në Zvicër dhe tashmë është bërë pjesë e klubit italian, me të cilin ka nënshkruar deri në qershorin e vitit 2029. Bega ka qenë pjesë e Akademisë së Freiburgut në Gjermani, para se të bëhej pjesë e ekipit të Vil në Zvicër, ndërsa në 2 sezonet e kaluara ishte pjesë e Stade Nyon në kategorinë e dytë zvicerane. Mesfushori ka përfaqësuar Zvicrën me ekipet e moshave U19 në të kaluarën.